Është sepse për gjithë atë genocid që është bërë në Bosnjë, domethënë mbi 100.000 vrarë me 50.000 të dënuar, Radovan Karadzic është dënuar me 40 vjet. Ndërkohë që për Hashim Thaqin, jo vetëm për Hashim Thaqin, po edhe për secilin prej tyre kërkohet në 45 vjet. Domethënë po të nisësh me ato që janë pretendime prokurorisë, duket sikur genocidi më të madh në Ballkan nuk e kanë bërë serbët ndaj bosnjakëve, po pas kanë bërë shqiptarët ndaj serbëve në Kosovë. Dhe kjo është një kthes përmbysë e gjithë historisë, e gjithë, domethënë, çfarë lloj vlere morale, domethënë, dhe Evropa nuk është e rastësishme që ka arritur në këtë pikë që është, domethënë. Pikërisht për shkak të humbjes së çfarëdo lloji pike referencë, vlere morale apo kurajo për të thënë vërtetën. Domethënë secili ka agjendën e vet dhe mundohet të ecë sipas agjendës që është përcaktuar më përpara. Dhe kjo për fat keq është vënë re në gjyq. Janë vënë re që gjykata për fat keq ka qenë tepër e njanshme. Domethënë trupi gjykues ka qenë tepër i njanshëm. Domethënë gjithmonë janë penguar ato që kanë qenë kërkesat e mbrojtjes, nuk janë pranuar etj, ndërkohë që prokurorisi është lënë dorë të lirë. Prokuroria, domethënë, ka pasur raste nga më të çuditshme. Është provuar edhe në seancat gjyqësore që prokurorët kanë bashkëpunuar me autoritetet serbe. Prokurorët e kanë marrë informacionin nga policia serbe, nga Ministria e Brendshme e Serbisë. Po, dhe kur vinte puna për të diskutuar që të thoshe më duhen dokumentacione, pra për ditur se çfarë ke komunikuar, nuk e jepte. Dhe kur i bësh kërkesë trupit gjykues, që thoshe dua të kem dokumentacionin që ka prokuroria, trupi gjykues thoshte jo. Domethënë e gjitha ajo është dukej sikur ishte, po themi, një e ndarë mendje që në fillim që këta të dënoheshin. Dhe rasti kur shkon me ekstreme 45 vjet, domethënë, të dënosh Radovan Karadzic 40 edhe Hashim Thaqin apo Jakub Krasniqin këto të tjerë me 45 është vëzhduar në kokë. Ajo që të bën përshtypje dhe që të vjen më keq në të gjitha është fakti që, domethënë, siç e thoshte njëri, më pak dëshmitarë kanë vajtur shqiptarët në gjyqin kundër Slobodan Miloševićit sa në gjyqin kundër krerëve të UÇK-s. Domethënë, dhe kjo është e turpshme për ne si komb. Domethënë që të shkojmë dhe ke pasur raste për shembull dikush shkonte dhe ankohej që i kishin vjedhur lopën. Domethënë ti e kupton sepse është e zezë mbi të bardhë dëshmi e shkruar dhe e folur dhe në seancë që ankohej që i kishin vjedhur një lopë. Pra skena nga më qesharaket. Nga më qesharaket. Dikush dënohej i thoshte pse e keni mbajtur në kushte njerëzore, sepse na dy persona që ishin të ndaluar ishin në një ahur kafshësh, domethënë ishin në një vend, një kasolle. Domethënë po të kesh parasysh UÇK-n, në mënyrën se si ka luftuar, po themi, luftë guerrile në male